Njëra nga kërkesat e infermierëve në Spitalin Klinik të Tetovës është pranuar nga ana e drejtorisë. Me këtë, infermierëve u është vazhduar kontrata deri në muajin dhjetor dhe brenda javës pritet që të marrin pagesat që nuk u janë bërë deri më tani. Kurse kërkesa tjetër për vendime të përhershme pune do të duhet të vendoset nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Ky është epilogu i takimit të sotëm në mes të infermierëve që nuk e kanë të zgjidhur statusin e tyre dhe drejtori të Spitalit Klinik të Tetovës, Agim Berisha. Na informoj neve punëtorëve me kontratë që do të kemi vazhdim të kontratave deri në muajin e 12. Kjo është një plus për ne. Megjithatë tha që për kërkesën e parë dhe më të rëndësishme të drejtohemi drejt Ministrisë së Shëndetësisë. Që Ministria e Shëndetësisë të bën kërkesë dhe lutje në Ministrinë e Financave që të aprovohet vendimet e punës. Do të thonë tash për momentin protesta jonë është e qetë dhe do të vim në heshtje, do të presim deri në momentin kur Ministria e Shëndetësisë të zgjedhet problemet e vetë dhe pastaj të na jep përgjigje të saktë se çka më tutje me ne që punojmë me kontrata në vepër. Formuese do të lëshohen domethënë pagat e papaguara brenda kësaj jave. Kjo është përgjigje e drejtorisë. Infermierët thonë se do të presin që të zgjidhet ministri i ri i shëndetësisë dhe pastaj do të kërkohet takim edhe me atë. Presim që tash drejtori na informoi se do ketë për pagesat, do na pagoje. Problemi është se vetëm për vendimet nuk kemi ende informat të saktë. Do me thonë drejtori thanë, për të une nuk jeni, do duhet të kaloni në ministri, se nuk japu vendime, ministria vendoset. Që tash ne do vazhdojmë edhe në ministri, do kërkojmë se drejtat tonë. Drejtori i Spitalit Klinik të Tetovës, Agim Berisha, tha se në takim, infermierët janë njoftuar se si drejtori kanë marrë pëlqim nga Ministria e Shëndetësisë që këtyre infermierëve t'ju vazhdohet kontrata deri në muajin dhjetor. Njëkohësisht, ai tha se do të fillohet pagesa e rrogave për ato muaj që infermierët nuk i kanë marrë. Ndërkaq shpreson se edhe problemi i vendimeve do të zgjidhet. Do vazhdojmë. Kjo nuk mund vazhdojë kështu me kohë edhe intensat, tash qeverisë re, qeverisjes re, ka qenë gjithmonë që t'iqen këto kontratat mbarojnë. Me kontratat po sistemohen njerëzit si duhet me vendime pune. Edhe shpresojmë të kemi mirëkuptim me ministrin e ardhshëm, që të rregullojmë këtë status. Ndryshe në Spitalin Klinik të Tetovës, gati se një dekadë janë të angazhuar personel mjekësor të profileve të ndryshme, por me kontrata në vepër. Ende nuk dihet se a do të rregullohet statusi i tyre pas ardhjes së ministrit të ri të shëndetësisë.